Të lutem Stenaldo, je I fort, qëndro për mua dhe Nestin, je njeriu më I mirë, je fitues. Kjo ishte një mesazh që e dha Ilir Venozi gjatë daljes, ishte jashtëzakonisht moment shumë I ndihshëm, I prekshëm, por çka po du me fol me juve është që pesho në komente një reakcion të fuqishëm të publikut I cili po thot arsyeja e daljes së Ilirit, këta s'mund ta garantojmë as ta faktojmë, po shkojna hipotetikisht po spekulojna me që publiku përmend shpesh është që ky ka pas mas shumë t'i vota mos zgjedhej preferuar, por ata zgjedhën Mirin, Kristin dhe Selinën. A mendoni që Iliri e vrejti e nuhati një padrejtësi të mundshme edhe vendosi me lon shpinë me që po okay shëndeti, po ky sapo doli shkoi tek Shqipëria Live në Top Channel. A mendoni ju që ishte shëndeti dhe ngarkesa apo nuhati padrejtësi?